thot kush nuk I lën fjalët e kotë, dhe kush nuk e lën gjahiljetin në Ramazan, e të unë të këqia, thot Allahu nuk është në zorë që ai me net pa bukë. Allahu nuk është në zorë për agjerimin e ati, sa e s'man Ramazan ka me të veç pa bukë. Du të mi dalu këto vlezër. është diçka me met pa bukë, është diçka me agjeru. Agjeru si I ka këtë tërbije, këtë moral, këtë sjellje, është ma I butë, ma I durushëm, ma I sjellshëm, ma I ndershëm, ma sabërli. Se ti, kur mundesh gjithat mirave me ju thonë stop, ki të shpia të natë mirat, ama atër Ramazanit nuk hanë, nuk pinë, 15 orë, 16 orë, dikun 20 orë. Pse lillahi fillah, fi se bi lillahi bën këtë punë. E pse nuk jetë gjendje me bo sabër. Sa musliman na janë rejt e furat e bukës. Në Ramazan, kur nuk bëm problem për bukë, në Ramazan kur e ka të ndalume me hongër bukë, kur iftari ka kohë alo edhe me marë bukën së në haje, rejhen musliman të fura e bukës. La ilaha illallah. Pse ka I dikush parent? Pse ka I dikush parent? Mu rej burat me Ramazan, musliman, të ditë agjerushëm e prishin në Ramazanin me gjak në gojë. La ilaha illallah. Wallahi vëllezër, kjo gabim është. Na du të me përmisu vetë-vetën tonë në Ramazan. Ramazan, edhe me bo gibet. Ramazan, edhe me bo fitne mes njerëzve. Ramazan, edhe mi hidhru shokët me zvete mi prish. Wallahi nuk mban kjo. Nuk mban kjo. Nëse na I kimi këto probleme, duhet me korrigju vetë-vetën, si cili nga pak. Këtë faj zguzim na me alonën vetëm njonit apo 2 veteve. Kjo është faj për bashkë të joni. Sepse na nuk këshillomi me zvete dhe nuk kemi ata që dim me liru udh. Që dim me liru udh. Dhe na duhet më mësu që me abonjën I tjetrit. O ti Ramazan lija mune. Për qatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Ramazanlin thot: "Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im." Thot nëse dikush e shan apo e sulmon Ramazanlin, çka duhet me thon Ramazanlia? Inni sa'im, move se Ramazanlia. Unë jam me Ramazan. Zguzej me të shah, zguzej me të amshu, zguzej me të boj shërë, zguzej me marë në përkom njerëzit, zguzej me prejk në vagë, zguzej me bo zullum punëtorit, zguzej me bo zullum gazdës, me a prejk malën se Ramazan lijemi. Du të kemi kujdes në hurmetin e Ramazanit. Janë të gjona janë të ndalume gjatë tanë vitit, ama në Ramazan duplomat ndalume janë. Pse? Sepse me atë gabim e ke shkel hurmetin e bekum të këti mujt bekum. Dhe muslimani I cili I ka këto probleme, I cili I ka këto defekte, du ta korrigjej vetë-vetën. Shpesher balafaqomi me do gabime që I shohim. Besoni që shpesher vetë xhamatlit me zveti thënë move se kete zë Ramazani. Mos I thuj, e she gabim, e she dallash, e she keq, xhamati vetë me zveti thënë mos se kete zë në Ramazani, dhe me kish tash pse ma në Ramazan ban 100 këqia. Unë I tham, mere një bokal me uj, preshe, eq mos maj ma mirë, leni musliman të rahat. Ti ha pe, ama neve që mojmë Ramazan në len rahat, Ramazan lit, mos I reh, mos I shaj, mos I shqetsa, qpijës, mos I terrorizat të shpija pse ti man Ramazan, kalle cigaren veç lën e rahat dunjojen. Ma mirë kalle një cigare sa një dunjo ta kallesh me Ramazan, sepse ja hu hurmetin celo Ramazanit pse ti se ki kall një cigare. O vlezër, na këto punë du të mi boma, këto më abej du të mi kalzu më shiqarë, më zdi si qëkaj më kolla, shko kolla, hik më së të ofendota, hik më së prej këtë ki, na do me thonëm po hup mi vetë,
Unë e këtë për thamë se po më plasë zemra sa ai porin 6-7 orë me Ramazan, a kur një farë se vapi si jetë për Ramazanit. Wallahi prej dhimbje se kam. Wallahi prej dhimbje se kam me hi njeri në Ramazan, e mos mi falë gjenatën se di. Si ka mundësina me alu një tjetërit, një vlajon me hi me neve në Ramazan, me hi ka e prapa, me dalë ka e prapa. I thena gabimi edhe për mirësoja. Nëse ti nuk jenë gjende me respektu urmetin e Ramazanit, ha edhe pipi mu ki fetfa, vesh leni rahat Ramazan lit, leni rob të Zotit rahat në të majnë Ramazan. Dhe mos e në përkom hurmetin e Ramazanit, që me thonë njerëzit në Ramazan rejhje ka më shumë. Shkojnë një këshini statistikat. Falni me dënjat që përon në sigurim, në polici. Në Ramazan në shtohë neve rahjet. Pse i ka për Ramazani? Në këtive gabime dhe të me thonë stop njëre për gjithmonë, edhe të përmisomi, drejtomi, të këshilomi me njëre tjetërën, edhe të mësomi me liru udhë. Me liru udhë për hirtë Allahu të zëgjel, sepse jemi Ramazan li. Allah në i ban kabul Ramazanin. O Zot në ban Ramazan li hakikat. O Zot në arruin nga e keqa. O Zot në ban nga ta që agjerojnë mojnë Ramazan me gjunë të veta, mojnë Ramazan me dur të veta, mojnë Ramazan me sy të veta, mojnë Ramazan me kom të veta. Në ban nga Ramazan li që janë hakikat, e në mundësoj gjatë ti mujtë të bekum. O Zot, ti cili pranon do të këtë mujtë bekum, që të në shpëtojsh nga zjarë mi gjehenemit, e të në mundësoj që të him në gjennetit e tujat përgaditura për besimtarët agjerues e të mirë. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Gjema do të këshalut me i cpara, ti mush mi safat mirë dhe drejt, sepse ka bejke gjemat li ashtë ta mush mi gjamin mrejna.